Në mungesën e liderëve politik shqiptar u shënua 15 vjetori i fillimit të luftës në Slupçan të Kumanovës. Kryetari i komunës së Likovës Sadullah Duraku arsyetoi mungesën e drejtuesit të BDI-s me krizën politike. Për arsye shumë punëve që ka duke pasur parasysh jo se vendi ynë ka është duke shkuar, takimat e domosdoshme e ka bërë të pamundur me qenën këtu në mesin tonë. Kryetari Duraku dërgoi mesazh edhe për zgjidhjen e krizës politike. Andaj, të tjerët të kenë të mendojnë mirë, se si e çojnë dhe si e drejtojnë këtë vend. Se pikrisht 2 maj këtu u bë duke mos drejtuar vendin ashtu siç duhet të drejtohet. Edhe pse kryetari Ahmeti nuk ishte i pranishëm, atje ishin ministrat e ri të kabinetit qeveritar, kurse familjarët e dëshmorëve kishin një mesazh për ta. Turp të keni ore politikan shqiptar, mos po mendoni se keni zbritur nga qielli, mos harroni, jeni bërë truthar, thua vetëm për ju po rrezit ka dielli. Deri kur me premtime boshe, deri kur me lot në sy, deri kur duhet të besojmë se ndërkombëtarët pas kanë drejtësi. Mashtrues të çoroditur, populli s'po ju nje, juve o të babëzitur, veç se sherrin u ashe. Komuna e Likovës ishte një ndër zonat më të prekura nga konflikti armatosur, kurse pikërisht në Slupçan më 2 maj të vitit 2001 ushtria çlimtare kombëtare shpalli zonën e parë të lirë. Kështu nga vitet 98 të shekullit të kaluar, filluan me veprime luftarake ushtria çlimtare e Kosovës